Përshëndetje, sot do t'ju tregoj se si unë I bëj petullat amerikane apo ndryshe pancakes. Siç e shikoni, vetëm me një kokër thesë, një gotë shumësh, një gjysmë gotë sheqer, vaj ulliri, sheqer vanilje, nëse keni, nëse ju gjendet, unë e kisha të brenda e hodha, dhe pastaj 7 lugë me miell, të cilat I kam hedhur një nga një, pra hidh njërën, trete, hidh tjetrën, e kështu me radhë. Në fund sodën dhe boronica. Masën më pas e hedhim në një tigan të para nxehur, tigan që nuk ngjit, ose nëse e keni tiganin që ju ngjit, atëherë duhet të vendosni pak gjalp në to ose pak vaj ulliri në mënyrë që të qëndrojë masa ashtu siç duhet. Dhe siç e shikoni, kjo është konsistenca e brumit, le të themi, e kremit, edhe filloni I hidhni një nga një. Bëhen shumë thjesht, shumë të mira. Kur e shikoni që dalin pulsa nga një anë, atëherë është momenti për t'i kthyer nga ana tjetër. Kur marrin këtë ngjyrën e bukur, shikoni këtu kam bërë një zemër. Kur marrin atë ngjyrën e bukur, atëherë mund t'i hiqni. Tani, nuk I kam ato dritat e bukura që I nxjerrin ngjyra shumë bukur, po janë vërtet shijshme dhe dalin shumë të mira. Mund t'i shoqëroni edhe me mjaltë të lartë. Ju bëf të mirë.